pati një anketë ku morën pjesë mbi 10.000 persona, 10.000 individ shqiptar, dhe e gjithë 99% e shqiptarëve e mendojnë familjen si babë, mama edhe fëmijë. 97% e tyre e konsiderojnë që familja është mashkull e femër, dhe 97% e tyre mendojnë që nuk duhet futur edukimi gjinor në shkolla. Ky sondazh duhet ishte marrë parasysh nga politika shqiptare. Përkundrazi, Parlamenti shqiptar maggioranca votoi për ligjin pa e marrë parasysh pikpamjet e popullit shqiptar. Me këtë ligj krijuar një situatë ku kthehet akoma në Shqipëri agitacion dhe propaganda e kohës së diktaturës, për të cilën ne kemi menduar që kishte përfunduar një herë mirë. Gjithashtu, këtu rrezikohet edhe komunitetet fetare, të cilët nuk mund të predikojnë ato urdhëresat që jepen nëpër librat e shenjtë të tyre, Biblës dhe Kuranit. I bëjmë thirrje gjykatës kushtetuese që ta marrë mirë parasysh këtë rrezik të madh të këtij ligji, i cili do të ketë pasojë të rënda për shoqërinë shqiptare.